Tashi ne ditën e djeshme kemi nxjerrë edhe urdhrin për evakuim, dje ka qenë situata shumë e rëndë. Arsyeja ishte edhe nxjerrja e urdhrit për evakuim. Ne evakuam dje 15 familje, që ato ne i patëm siguruar kurset në Puk të konvikti Ali Bytyçi, por që ata u afruan të afërmit e tyre dhe me gjetjen një me mendimin që situata do përmirësohet. Kështu që ne i morëm me gjitha masat, kuptohet janë mbi 3000 hektarë sot që flasim në fushën e Lajt dhe në Tarbun që janë të djegura. Sot situata mu vu situata në kontroll në fshatin Gojan, që ishte shumë e rrezikshme, edhe për banesat, edhe hyrja në fshat do shkaktonte në problemet të mëdha edhe në banesa, sepse evakuimi kishte marrë masa për evakuim person njerëzor dhe kafshëve dhe tjera. Tashi sot i në Gojanin e vogël, ndërhyrja që ja bën që mjes me 2 helikopter dhe forcat e ushtrisë efektivet të tjera që janë të angazhuar, ka bën muito që të jetë nën kontroll, paktën për rrezikshmëri të lartë për banesa dhe njerëz. Ndërsa ngelet siç e kena edhe këtu në mes 2 gojanit vogël dhe gojanit të madh, kemi situatën e cila po hera herës të pa dhe erën që fryn, që na del jashtë kontrollit, por gjithë efektivet dhe forcat janë në terren dhe po monitorojnë nga afër situatën në mënyrë që të kena sa më shumë mbrojtje për banesa dhe mbrojtje njerëzore. Duhet më lënë organeve kompetente që të flasin më në detaj dhe me ekspertizën e duhur, por që kuptohet që edhe zjarret nuk janë aksidentale. Këto ne mund të themi që zjarret janë të qëllimshme. Pra do të thotë që diçka nuk shkon mirë në këtë drejtim. Apeli është për çdo kënd që sheh dhe e ndjen se pyet janë jetë atyne, ashtu siç edhe kjo zonë i dojnë pyet, ne kemi faktikisht këto 2 zona, 3 zona që janë fusha Lajt, Tarbuni dhe Livall Hamzi, janë disa zona të cilat kanë prodhuar dhe kanë sjellë të mira materiale për banorët e qytetit Puk, të njësive administrative Gjegjan dhe Rape, edhe të tjerë, pse me fruta pylli, me boronicën dhe me kpurdhën, edhe me bimë medicinale të tjera, të cilat kanë qenë të ardhuna edhe për kullotën, por që tashme u rreziku një masë jo të vogël. Nuk i di atë agjenden e krimit, sepse ata mund të themi me plot gojë janë kriminalë ata që mendojnë që pyjet të shkatërrohen me inate apo sepse këto pyetje nuk shkaktojnë asnjë gjë të keqe përveç se të mira materiale për njerëzit edhe për banorët. Dhe arsyeja pse njerëzit jetojnë tena është se kanë këto pyetje, kanë ato atë lum, kanë ato detaje të vogla që e ndihmojnë jetën e përditshme për të fituar të mira materiale dhe për të jetuar.